je kanë të falë drekon. Dreka I ka 4 rekate. Edhe je qu gabimisht në rekatën e 5. Ose je kanë të falë sabahin, 2 rekate, je qu gabimisht në rekatën e 3. Ose je kanë të falë akshamin 3 rekate, je qu gabimisht në rekatën e 4. Mirë po të ka kujtu, për dhe sa e kanë të falë. Qysh me vepru? Po foli aje që ka mas shumë të ju ndodhë njerëzve. I kanë bo 2 sejde, edhe ju null e kanë thonë të khjatin. Si u kryet e khjati, kanë kujtu që I kanë falë veç 2, edhe qohën në rekatin e 3, a realisht është të qohën në rekatin e 5, mirë po ka harru, edhe qohët e ka kryet e khjatin, edhe qohët Allahu Akbar, edhe qohët në kam, edhe drejtohet në rekatin e 3 me menën e tina, realisht është I 5. Si u drejtu këto, ju ka kujtu, ose I ka thonë dikush për familjes, subhanallah, për shembull je imam I familjes tane, edhe familja të subhanallah. Nuk po them që je imam I xhamisë, për shkak se nuk po foli për imamat e xhamisë, ata e din. Po foli për ty si vëlla, po edhe për ty si motër nëse je të fal veten, e ban këtë gabim. Tu ka kujtu vet, ose të ka thonë dikush subhanallah, për shembull ke pa fëmijën tan të fal, edhe ke pa që u çu në rekatin e tepër, në rekatin e 5, edhe ke thonë, është I 5, që me ditaj. Me të një, a I s'ka drejt me folë me ty, ti ki drejt me thonë atina. Qysh me vepru tash? Tash ti e drejtu, e ke njësë elhamdulillahi rabbil alamin, tu ka kujtu, ose të ka thonë dikosh. Qysh me vepru? Qysh je? Me njëherë, nuk e vazhdan me asni hap masanina, për shkak se për derisa je tu harrue, je në harres, falet me ba me vazhdu me qëllim, atër është gabim. Atër është shumë gabim. Do me thonë, je tu harru, ti ke harru, elhamdulillahi rabbil alamin, arrahman arrahim, tu ka kujtu, lësho është drejt. Lësho është drejt, të manë e ndërprej. Ose je në ruku, s'ka lidhje, je në ruku. Subhan rabbil azim, subhan rabbil azim. Tu ka kujtu. Tash nuk ki nevoj mu drejtu në kamti. Drejt lësho është, në ullin e fundit. Drejt lësho është, pa thanë Allahu Akbar. Lësho është, drejt në ullin e fundit. Dhe me thanë, ku të kujtohet, deri sa s'tu ka kujtu, jenë regull, si të kujtohet, ose të thët dikush, subhanallah, mos se vazhdo ma asë një hap, këtheu në ullin e fundit. Ti e ke thonë veç e të khjatin, këthejesh, pa thonë Allahu Akbar. Kjo Allahu Akbar nuk ka nevoj ma këto. Këthejesh në ullin e fundit, për shkak se ti veç e ke thonë veç e të khjatin, I thu edhe salavatet, I thu doan, edhe I ban 2 sejde, sejdet e harresis, Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Allahu Akbar, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Allahu Akbar. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Allahu Akbar. Dhe jap selam. Qartë? Po besoj që është shumë e qartë. Në qoftë se je qu në rekatin e 5 në drejk, ti je të falë tash rekatin e 4. Para mendo, sejdja e fundit e rekatit 4. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Pare tham je ull këto, edhe ke thënë të khjatin. Tash nuk je ull heq. Je qu drejt pe sejdës, je qu drejt në rekatin e 5. Karu. Ndodhë njerëz, qohesh në rekatin e 5, kur qohesh, tu ka kujtu. Atër si tu ka kujtu, me njerë ulesh. Ama ulesh, mirë po tash e thu edhe të khjatin. E thu edhe të khjatin, salavatet, edhe jep selam. E qartë? E fundi që ka përdu me thamë. Kjo është shtesë në saleh. Do më në kështu diqka. Në këtë rast, ban me ba sejdet e harresis, pasi që ke dhanë në anën në djathë selam. E thu edhe të khjatin, salavatet, doan, jep selam në anën e djathtë, edhe I ban 2 sejdet e harresis, pastaj ngritesh prej 2 sejdeve edhe jep selam në anën e djathtë në të majtë. Cilën do që e vepron, është në rregull. Nëse thot dikush kështu ose kështu, dije që në këtë rast është në rregull, cilën do që e vepron. Wallahu a'lam. Elusëm Allah në azvëgjel më në letësuam në një mund gjithmonë, po besoj që është e qartë. Do me thonë, përfundimisht, përderisa je duke harru, atëherë je në rregull, veç ktheu, si të kujtohesh, ktheu. Ku je kanë? S'ka lidhje që je kanë në ruku, je kanë në kam, je kanë edhe në qoftë se je në sejdën e parë. Edhe në qoftë se je në sejdën e parë, për shembull, je kështu.
Allahu Akbar të sejdja e parë, Subhana Rabbiyal Ala, Subhana Rabbiyal Ala, te rekati I pestë tash jem të fol. Këtë komplet rekatën e ke kry. Tash ka ban, tash tu ka kujtu. Atëre veç e lën këta. Allahu Akbar, se e qupe sejdës, tash nuk rëntin në mes dy sejdë me bën në sejdë me përfundu rekatin, ja. Aty anina mëse vazhdo me asnjë hap. Shkak se ajo është gabim. Sikur kur je në rrugë gabim. Dhe s'krym punë me shku edhe pak atje, ktheu më njëherë. Je në rrugë gabim, ktheu më njëherë. Kthehesh edhe fillon etahiyatin, salavatet, doan edhe I ban dy sejdët e harresës para ose mas selamit. Po besoj që është e qartë krejt me lejen e Allahut azza wa jalla. Elusëm Allahun azza wa jalla na animu gjithmonë. Allah na bëj për atyre që mësojmë mes vetes si musliman. Selam aleikum.